Kontestet pronësoro-juridike, dhuna në familje, trashëgimia janë disa nga sferat ku qytetarët e Tetovës kërkojnë ndihmë falas juridike në zyrën e saj në Tetov, që është në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Sipas përgjegjësit të kësaj zyre Faton Selami, kohëve të fundit është rritur numri I qytetarëve që kërkojnë ndihmë për dhunën në familje. Qytetarët më shumë në Tetov kërkojnë ndihmë për procedurat civile para gjykatave, procedurat trashëgimore, procedurat para noterëve, si dhe në kohën e fundit është rritur edhe numri I qytetarëve të cilët kërkojnë ndihmë juridike nga dhuna në familje. Deri sot ndihmë juridike primare në njësinë rajonale të Tetovës është ofruar për 75 raste, ndërsa ndihmë juridike sekondare ku kemi caktuar avokat të cilin e përfaqëson pala dëmtuar, kemi 14 raste deri më sot. Zëvendës Ministri I Drejtësisë Alen Deraban tha se si ministri janë të obliguar që qytetarëve të mundësojnë qasje për të arritur deri tek drejtësia. Ova alatка користат најранливите категории на граѓани, оние кои што не можат да си ја дозволат правната помош без да задире во нивната екзистенционални потреби. Këtë shërbim mund ta shfrytëzojnë kategoritë më të rrezikuara, ata që nuk kanë mundësi të sigurojnë ndihmë juridike pa I dëmtuar në aspekt ekonomik. Kështu përmes kësaj kampanje ne jemi më afër atyre, ku tregojmë dhe ne kujdesemi edhe për ata qytetar. Përmes ndihmës falas juridike sigurohet ndihmë juridike në procese gjyqësore për palët, kompenzim për përpunimin e analizave, si dhe lirimin nga shpenzimet gjyqësore. Me këtë rast, në Tetov janë shpërndar materiale për promovimin e kësaj zyre në kuadër të fushatës ndihmë juridike falas. Ovoj настан е организиран во рамките на проектот за konsolidиран I поефикасен систем за бесплатна правна помощ. Kjo fushatë është pjesë e projektit mbështetje për qasje më të mirë në shërbimet cilësore falas të ndihmës ligjore në Maqedoninë e Veriut. Është pjesë e programit Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2023-2027, një projekt I përbashkët I Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Europës I zbatuar nga Këshilli I Europës. Këtu në këtë tent qytetarët mund të marrin materiale të shkruara se ku mund të drejtohen për të kërkuar ndihmë, por dhe mund të parashtrojnë pyetje deri tek juristët tanë që janë në vendngjarje. Irena Tutuloska Jakimoska nga zyra e Komisionit Evropian në Shkup. Një kampanje e këtillë sot është mbajtur edhe në qytetin e Gostivarit, ndërsa qëllimi është që të ngrihet vetëdia tek qytetarët për të kërkuar ndihmë juridike falas, në rastet kur vetë nuk kanë mundësi të mbulojnë harxhimet që dalin gjatë proceseve gjyqësore.